ju ndigjuat, në sfuna ju thirr të ulet në bangën, në sallën e gjykatës, ball për ball, për firmat e tij. Nga kjo tribun, u them shqiptarve, se do të keni rastin të shkrihni në atë sallë për balljen e shekullit. Dhe këtu para jush, i them Edi Rams, nëse nuk ta mban, të vish në sallën e gjyqit dhe merr manovra siç morën rast në Lubiz dhe vetes tane, se frikacak si ti nuk ka, të sfidoj edhe në një formë mëshire, zgjidh studion televizive, zgjidh pufadorët e tu dhe hajde në debat, t'ju faktojnë shqiptarve me fakte, dokumenta, se çfarë hajduti i pago për je.